në Shkodër, aty ku Sali Berisha shkoi për të përkujtuar 35 vjetorin e vrasjeve të 2 prillit dhe pati fjalë që lidheshin me aktualitetin politik, po për më tepër pati edhe skena, të cilat tregojnë fakt dozën e lartë helmatise që mbart kjo ngjarje, për cilën kur nuk u vu drejtësi e plotë. Të ndjekim Andon Keo. 2 prilli i viktimave për Partinë Demokratike. Në Shkodër u përkujtuan 4 martirët e vitit 1991. Berisha shkoi tu vendos një kuror, e t'i shpall engjëj. 35 vite më parë, engjujt e demokracisë, si që u quajtën në atë kohë, të rritë shqiptar në misionin e tyre, u fliuan në këtë shesh nga një barbari e vërtet e regjimit, në një protest paqësore, në civilen, më të qytetëruar që mund të bëhej. Por ky 2 prill, me sa duket, nuk ishte për engjëjt e dikushëm, por për të shpallur djajt e sotshëm të Partisë Demokratike. Me pseudo, me njerëz që jipen me qera, me ata demokratët nuk kanë punë. Tani, të themu ty. Tjetra e respektuar shkon dhe bëhet krau i djathtë i deputetit Tom Doshit. E more vesh ti? Kush? Kush? Ajo e Elbasanit. Pra, demokratët nuk mund të jipen me qera, nuk mund të shërbejnë partisë krimit dhe absolutisht është tradhti ndaj interesave dhe idealeve demokratike të qytetarëve çdo tolerancë e bashkëpunimit të fshehtë apo të hapur me pushtetin e krimit. Për t'i dhënë provat se si përfundon një tradhtar i Berishës, shembull në Shkodër u bë ish-demokrati i konvertuar në socialist, kryebashkiaku Benet Beci. Ai vendosi kuror me lule për 4 martirët, por përgjigjja i erdhi në mënyrë origjinale. Kurora ju hoq zvar. Nuk ishte rastësi, e njëjta përgjigje erdhi dhe në Tiranë. Kreu i grupit parlamentar socialist Auland Balla kërkoi 1 minutë heshtje në parlament për 4 martirët e 2 prillit, por Partia Demokratike në vend të heshtjes zgjodhi kaosin. Kjo është degradimi më kuptim plot i asaj që nuk ka mbetur më nga Partia Demokratike as digniteti minimal për të respektuar për ata që kanë një kontribut që me jetën e tyre na treguan se si duhet të sillemi. Dhe në përkujtim të 35 vjetorit të 2 prillit, zoti kryetar është një zhurmus i cili prish solemnitetin e këtij momenti të kuvendit Shqipërisë. Nëse 1 prilli ishte dita e së vërtetës, në 2 prill e vërteta nuk gjeti vend ku të fshihej. Sigurisht ka një aspekt politik edhe ngjarja e sotme, por zoti Zere, ju keni qenë drejtues në ato vite të vështira i policisë dhe sigurisht kjo është një ngjarje shumë e rëndë. Në atë proces gjyqësor kam përshtypjen u gjetën u dënuan 4 oficerët e drejtues policie me zyrtar Edin Shyti, por e vërteta nuk u zbulua kur, pra nuk u zbulua kur dinamika e ngjarjes, plumbat që vranë 4 aktivistët e Partisë Demokratike. Temi gjithë narrativa si shkuam nga një protestë spontane e shkodranëve, siç ishte gati 40% e Shqipërisë të mërzitur sepse nuk fitoi alternativa e Partisë Demokratike vetëm 3 muaj pas vendimit të saj dhe degradimi i ngjarjes deri në mbrapsje. Versionet lidhur me ngjarjen e 2 prillit, vlerësimet rreth saj janë të ndryshme dhe duke qenë të ndryshme edhe pas 35 vjetësh, ju e patë që kreu i opozitës i quan të vetët. Në fakt ata janë dëshmorë dhe janë dëshmorë duhen vlerësuar nga gjithë shoqëria, gjithë shteti.
jo vetëm një pjesë e forcës politike. Do të thotë që edhe pse unë s'kam dëshirë të bëj komente, interpretime politike, po vetë